Duket sikur këta i ndjek mallkimi i Lulzim Bashës. Pra këta braktisën Lulzim Bashën, braktisën Partinë Demokratike që kishin, për të bashkuar, po duke qenë se ata e perceptuan Lulzim Bashën si kryetar të dobët, thamë po ikim ke ky forti. Ky forti tani, me prasimin e këtyre të dyve, Xhekmarkajt dhe Gazbardit, të tjerët i la të notonin të lirë, pra i hoqi nga listat. Po këtë po mundoj se me thonë në tërë, që këto, në momenti që i braktisën Bashën. Jo, braktisën vetë në tyre këta, sepse këta kishin një parti shumë të fortë. Po doktori Joshi i tha do bashkohemi, kemi kriterin e meritokracisë. Kjo që i thotë, të luftojnë, kjo nuk luftojnë këto për parti, më i dojnë. Këto luftojnë për karrigën gjithë. Nuk luftojnë këto për parti. Atëherë kanë bërë zgjedhjen e duhur me Bashën, nuk kishin shans për patur karrige, me Berishën kanë një shans për patur karrige. Po jo, por jo. Luftojnë për karrige, se këto nuk mund të jetojnë ndryshe përveç se si deputet. Po nuk është më katë të luftosh për kushtetet për karrige. Ka gjithë jetën që jeton, po nuk është më katë, a duash një gjë të tillë. Më katë është kur shërben krimi kur merr detyrë. Nuk është më katë ka aspirosh bësh deputet. Nuk e kuptojnë dot se këto pa mandatin e deputetit nuk janë kërkuesi. Se nuk kanë ardhur në parti janë beteja nëpërmjet një lufte, nëpërmjet një individualiteti, nëpërmjet një personaliteti. Ta njerëz pa personalitet, përveç mandatit deputetit, ta nuk kanë asgjë. Kush i njifte? Të lutem. Dhe kjo është gjithë dramën politike. Po të shikosh listën e mbyllur të PS-s, as ti nuk je asnjëri. Po të shikosh listën e mbyllur të PS-s, as ti nuk njeh asnjëri nga ata që kanë listë mbyllur të PS-s. Për të mos i dhënë mëkate vetë njërës palë. Demokracia e munguar e partive sot është një skem boshe në dy apo. Mece, ka një karma, ka me zëbit që është bërë shumë trendi kjo fjarë tani. Ka një karma të Lulzim Bashës që ndjek këta deputetet që ngelen jashtë listave. Gjithë ngjarje që po ndodh, tregon përfundimisht filozofinë mbi të cilën funksionon politika shqiptare. Gjithmonë përpiqem të identifikoj personat cilët kanë identitet dhe kanë personalitet dhe kanë sovranitet në sjelljen e tyre. Nuk po e them këtë thjesht tek Partia Demokratike, është e përgjithshme kjo, por në mënyrë posaçme është evidente tek Partia Demokratike sepse ngjarjet në Partinë Demokratike po na demonstrojnë një situatë që të shpihet arsyetimi i Syçit këtu, po të shpihet edhe te një perceptim i përgjithshëm i joni. Në këtë tavolinë sapo diskutohet që më mirë është të luftosh brenda asaj partie për të pritur se mos kush e di. Tani, në politikë ka një moral, unë luftoj, thot tjetri, për të sjellë një demokraci, për të sjellë mirëqenie për popullin, për të sjellë e tjera. Dhe kur i dëgjon këta individ në podiume, ti do thuash kemi bërë gabim që nuk i kemi lënë këta në udhëheqje, sepse me këta Shqipëria do shkonte ku do shkonte. Ku shef praktikën, kupton që këta njerëz për hir të karriges të tyre sheshin çdo gjë. Ne meshku themi ca shprehje të tjera, por është parimi. Sheshin dinjitetin, personalitetin, identitetin,